Mitropolia e Shenjtë e Korçës ka hapur edhe këtë verë kampin veror ditor për fëmijët, një traditë e kthyer në një nga aktivitetet më të dashura të sezonit. Kampi po zhvillohet në ambientet e manastirit të Fjetjes së Hyjlinces Mari në fshatin piktoresk të Boboshticës dhe këtë vit ka bërë bashk rreth 100 fëmijë të moshës 6 deri në 15 vjeç. Kampi i sivjetshëm mban temën Shenjtorët, miqtë tanë më të mirë, duke u përshëndruar në njohjen me jetën dhe vlerat e shenjtorëve të krishterë përmes aktiviteteve edukative dhe lojrave të organizuara. Ata shenjtorët të cilët u zgjodhën për të paraqitur tek fëmijët, nuk ishin thjesht sa shenjtorë që ne mbajmë emrat, që i kujtojmë, i kremtojmë, por shenjtorë që kanë kryer aktivitetin e tyre në territorin e Ilirisë kohës dhe të Shqipërisë sotme. Dhe u përpoqëm që këtë aktivitet ta organizonim me fëmijët për t'ju dhënë dhe për t'ju treguar që në këto troje është kjo histori. Dhe nuk është një histori thjesht e sotme, është një histori 2000 kusur vjeçare, që nga ajo që përmendet dhe në shkrim, që prej Jerusalemit dhe deri në Iliri, unë për apa ungjillin e thot Apostoll Pavli. Vetë fëmijët tregojnë për eksperiencën duke e përshkruar kampin si një hapësirë ku mësojnë dhe luajnë. Kam disa vite që vi këtu, ne kënaqemi kur bëjmë lojra me ujë, tullumbace e të tjera. Këtë vit tema ka qenë shenjtorët miqtë tanë më të mirë dhe kemi pasur shenjtor shqiptar me histori shumë të bukura. Kam vënë shumë shok të rinë dhe jam argëtuar shumicën e kohës duke luajtur futboll ose duke bërë puzzle. Kjo është hera e dytë që vi në këtë kamp. Bëjmë shumë lojra, argëtojmë shumë, mësojmë gjëra të reja për shenjtorë. Unë në këtë kamp jam kënaqur shumë dhe kam ardhur edhe vite më përpara këtu, kam zënë shok të rinj. Gjithashtu kemi mësuar dhe gjëra të reja për shenjtorë të rinj, kemi bërë lojra me ujë, luajmë me topë, ngjyrosim. Është era e tretë që kam erdhur, këtu ne argëtojmë shumë, bëjmë lojra të ndryshme. Tema e këtij viti ishte shenjtorët tanë më të mirë. Kam dhënë shumë shok të rinj dhe këtu argëtojmë shumë, bëjmë lojrave të ndryshme. Do mërzitesha po të janë në shtëpi edhe erdha në këtë kamp. Ka shumë lojra këtu për të luajtur edhe unë kënaqem shumë. Ky është hera e parë që vi në kamp. Shumë që besoj unë edhe kam bërë shumë shok të rinj. Unë jam 10 vjeç dhe është ere 5 që vi në këtë kamp. Është një kamp shumë i bukur, kemi mësuar për shenjtorët e për çdo gjë. Luajmë lojra me ujë, bëjmë pundore, vizatojmë dhe shumë gjëra të tjera. Programi i kampit është ndërtuar për të ofruar jo vetëm edukim shpirtëror, por edhe mundësi argëtimi dhe socializimi për fëmijët që marrin pjesë.